10 shenja që trupi juaj po ju paralajmëron për sëmundje serioze. Erështat do t'ju habis. Shenjat fillestare që nuk duhet t'i injoroni. Trupi ynë ka mënyra të fshehta për të komunikuar me ne kur diçka nuk shkon brenda tij. Shumë njerëz shpesh injorojnë sinjalet e vogla, duke menduar se janë të parëndësishme. Por ato mund të jenë paralajmërime të sëmundjeve serioze që kërkojnë vëmendje të menjëhershme. Në këtë pjesë do të përqendrohemi tek disa nga shenjat më të zakonshme që mund të tregojnë probleme serioze shëndetësore. 1. Lodhja e papritur dhe kronike. Ndonjëherë ndiheni të lodhur edhe pas një nate të mirë gjumi. Lodhja e vazhdueshme mund të duket e zakonshme, por shpesh është një sinjal që trupi po përballet me një gjendje shëndetësore serioze. Sëmundjet që lidhen me lodhjen kronike përfshin problemet e tiroides. Kur tiroidja nuk prodhon hormonet e duhura, metabolizmi ngadalësohet, duke shkaktuar lodhje ekstreme, shtim të peshës dhe probleme me përqendrimi. Anemia. Mungesa e hekurit ose vitaminës B12 mund të shkaktojë lodhje të vazhdueshme, dhimbje koke dhe dobësi në muskuj. Sëmundjet e zemrës. Lodhja e papritur mund të jetë një shenjë e pamjaftueshmërisë së qarkullimit të gjakut. Çfarë mund të bëni? Kushtojini vëmendje nivelit të energjisë tuaj gjatë ditës dhe konsultohuni me mjekun nëse ndiheni gjithmonë të lodhur pa një arsye të qartë. Testet e gjakut mund të zbulojnë shumë nga problemet që fshihen pas lodhjes. 2. Dhimbjet e vazhdueshme të kokës. Shumë njerëz e përjetojnë këtë problem dhe shpesh e trajtojnë thjesht me një ilaç pa recetë. Por dhimbjet e vazhdueshme të kokës mund të jenë shenjë sëmundjeve serioze. Disa mundësi përfshin hipertensioni. Presioni i lartë i gjakut mund të shkaktojë dhimbje koke të forta dhe të shpeshta. Migrena. Migrenat e shpeshta mund të jenë më shumë se dhimbje. Ato mund të lidhen me çrregullime neurologjike, problemet me sinusin ose infeksionet e veshit. Inflamacioni i vazhdueshëm mund të provokojë dhimbje të forta dhe presion. Çfarë mund të bëni? Mbani një ditar të dhimbjeve të kokës për të identifikuar shkaqet dhe kërkoni këshilla mjekësore për trajtim të personalizuar. 3. Humbja e papritur e peshës. Ndonjëherë mund të humbni peshë pa bërë ndryshime në dietë ose aktivitetin fizik. Kjo mund të duket pozitive në dukje, por humbja e papritur e peshës shpesh është një shenjë paralajmëruese. Diabeti i tipit 1 ose 2. Humbja e peshës mund të ndodhë kur trupi nuk mund të përdorë sheqerin në gjak si duhet. Problemet me tiroiden, hipertiroidizmi. Një tiroid e tepërt mund të përshpejtojë metabolizmin dhe të shkaktojë humbje peshe të papritur. Sëmundjet e kancerit. Humbja e papritur e peshës mund të jetë një nga shenjat e hershme të disa llojeve të kancerit. Çfarë mund të bëni? Monitoroni peshën dhe konsultohuni me mjekun për teste të gjakut dhe ekzaminime fizike për të përjashtuar shkaqet serioze. 4. Frymëmarrja e vështirë ose gulqimi. Nëse ndiheni shpesh të mbyturi apo keni gulqim pa ndonjë arsye të qartë, nuk duhet ta injoroni. Kjo mund të lidhet me sëmundjet e mushkërive. Astma, bronkiti kronik ose sëmundjet pulmonare obstruktive mund të shkaktojnë frymëmarrje të vështirë. Problemet e zemrës. Pamjaftueshmëria e zemrës mund të shkaktojë ndjesi gulqimi, sidomos gjatë aktiviteteve fizike. Infeksionet serioze. Pneumonia ose infeksionet të tjera mund të shkaktojnë frymëmarrje të shpejtë dhe gulqim. Çfarë mund të bëni? Nëse frymëmarrja e vështirë shoqërohet me dhimbje në kraharor, marramendje ose ëndje të këmbëve, kërkoni ndihmë mjekësore urgjente. Shenjat që nuk duhet t'i injoron. I 5. Dhimbjet e vazhdueshme të stomakut ose ndryshimet e tretjes. Shumë njerëz i atribuojnë dhimbjet e stomakut stresit ose ushqimit, por dhimbjet e shpeshta ose ndryshimet e papritura të tretjes mund të jenë sinjale të një sëmundjeje serioze. Gastriti dhe ulqerat. Inflamacioni i mukozës së stomakut mund të shkaktojë dhimbje, ndjesi djegjeje dhe të përfshijë edhe humbje oreksi. Problemet me mëlçin ose pankreasin. Dhimbjet në pjesën e sipërme të stomakut që përhapen në shpinë mund të tregojnë inflamacion ose probleme serioze me këto organe. Sëmundjet e zorrëve. Koliti, Crohn ose kanceri i zorrës së trash mund të shfaqen fillimisht me dhimbje të ndryshme të barkut, diare të shpeshta ose konstipacion të papritur. Çfarë mund të bëni? Mbani një ditar të simptomave dhe mos e injoroni dhimbjen kronike. Konsultohuni me mjekun për testet e nevojshme diagnostikuese, të tilla si endoskopia ose analiza të gjakut. 6. Ndryshimet në lëkurë, thoni dhe flok. Trupi shpesh tregon gjendjen e brendshme përmes pamjes së jashtme. Ndryshimet e papritura në lëkurë, thoni ose flok mund të tregojnë probleme serioze shëndetësore. Ngjyrosja e lëkurës.
Zverdhja mund të tregojë probleme me mëlçin, si hepatiti ose anemia. Nxirja e shpejtë mund të lidhet me reaksione alergjike ose probleme të qarkullimit. Rënja e flokëve. Humbja e madhe e flokëve pa arsye të dukshme mund të tregojë probleme hormonale, stresi i tepërt ose mungesa e vitaminave të rëndësishme. Thonjit e brisht ose menjolla. Mungesa e hekurit ose infeksionet mund të ndikojnë në shëndetin e thonjve dhe të tregojnë sëmundje të fshehura. Çfarë mund të bëni? Vini re ndryshimet e jashtme dhe mos injoroni simptomat e vogla që zgjasin më shumë se disa javë. Analizat e gjakut dhe kontrolli dermatologjik mund të zbulojnë problemet e fshehura. 7. Humbja e ndjesisë ose mpirja e gjymtyrëve është shtat që do t'ju habis. Kjo është një nga shenjat më të rëndësishme që shpesh injorohet, por që mund të tregojë probleme serioze neurologjike ose metabolike. Mpirja ose ndjesia e humbur në duar, këmbë ose fytyrë nuk duhet të merret lehtë. Diabeti. Neuropatia diabetike është një komplikacion i zakonshëm i diabetit të pakontrolluar, ku nervat dëmtohen dhe shkaktojnë mpirje ose ndjesi shpimi gjilpërash. Sëmundjet e sistemit nervor. Skleroza multiple ose çrregullime të tjera neurologjike mund të shfaqen fillimisht me mpirje në gjymtyr ose humbje të ndjesisë. Problemet me qarkullimin e gjakut. Kur rrjedhja e gjakut është e dobët, duart dhe këmbët mund të ndjehen të ftohta, të mpira ose me ndjesi shpimi gjilpërash. Çfarë mund të bëni? Nuk duhet të prisni derisa simptomat të përkeqësohen. Konsultimi menjëhershëm me mjekun. Kontrolli i nivelit të sheqerit në gjak dhe ekzaminimet neurologjike mund të parandalojnë komplikacione serioze. Shenjat e fundit dhe përfundimi 8. Dhimbjet e gjurit ose nyjeve të vazhdueshme. Ndryshimet në nyje mund të dukin normale me moshën, por dhimbjet e shpeshta ose ëntja e gjurit, shpatullave apo duarve mund të tregojnë sëmundje serioze. Artriti. Inflamacioni i nyjeve shkakton dhimbje, ngurtësi dhe vështirësi në lëvizje. Ky mund të jetë artrit reumatoid ose osteoartrit. Osteoporoza. Dobësimi i kockave rrit rrezikun e frakturave, edhe pas dëmtimeve të vogla. Problemet metabolike. Inflamacioni i vazhdueshëm mund të lidhet me çrregullime të hormonit ose sëmundje kronike si diabeti. Çfarë mund të bëni? Kujdesuni për aktivitetin fizik të moderuar, ushqyerje me kalcium dhe vitamin D, dhe konsultohuni me mjekun për trajtim dhe diagnostikim të hershëm. 9. Ndryshimet në gjendjen mendore dhe përqendrimin. Shumë njerëz injorojnë ndryshimet në humor ose në aftësinë për të përqendruar mendjen, duke menduar se është stres i zakonshëm. Por këto mund të jenë shenja të sëmundjeve serioze. Problemet me tiroiden. Hipotiroidizmi mund të shkaktojë lodhje mendore, depresion dhe përqendrim të ulët. Sëmundjet neurologjike. Alzheimer ose çrregullime të tjera neurologjike mund të shfaqen fillimisht me harresë dhe konfuzion të lehtë. Deficitet vitaminike. Mungesa e vitaminës B12 ose acideve yndyrore omega-3 mund të ndikojnë në funksionin e trurit. Çfarë mund të bëni? Mbani një regjistër të ndryshimeve të humorit dhe përqendrimit, dhe kërkoni vlerësim mjekësor për të përjashtuar problemet serioze. 10. Shumë etje ose urinim i shpeshtë. Nëse ndjeni etje të madhe ose urinim të shpeshtë, kjo nuk është gjithmonë thjesht një pasojë e verës apo ujit të tepërt. Këto simptoma mund të tregojnë sëmundje serioze. Diabeti. Një nga shenjat kryesore të hershme është urinimi i shpeshtë dhe etja e madhe. Problemet me veshkat. Funksionimi i dobët i veshkave mund të shkaktojë mbajtje të lëngjeve dhe urinim të shpeshtë. Çrregullimet hormonale. Një sistem hormonal i çrregulluar mund të ndikojë në ekuilibrin e ujit dhe kripës në trup. Çfarë mund të bëni? Monitoroni simptomat dhe bëni analizat e gjakut dhe urinës për të kontrolluar nivelin e sheqerit dhe funksionin e veshkave. Përfundimi. Trupi juaj është një mësues i fuqishëm që flet në gjuhën e shenjave. Shenja që kemi diskutuar nga lodhja kronike dhe dhimbjet e kokës, tek mpirja e gjymtyrëve dhe ndryshimet në lëkurë, nuk duhet të injorohen. Disa mund të duken të parëndësishme, por shpesh janë paralajmërime të hershme për sëmundje serioze që mund të trajtohen më lehtë në fazat fillestare. Mbani vëmendjen tek trupi tuaj, dëgjoni sinjale që ju jep dhe konsultohuni rregullisht me mjekun. Ndërgjegjësimi dhe veprimi i hershëm mund të bëjnë diferencën midis shëndetit të mirë dhe komplikimeve serioze.